Erdita, si për mu, si për ty. Skënderbe, po të që përnisi me kojnë. Skënderbe, urime ditëlindja, Skënderbe. Dhash Zotit të gjindit edhe një Skënderbe i drejt i dashur për popullin shqiptar. Shumeq e kena poezien e Skënderbeut. Mendjen drejturit, Skënderbeu kur arriti në Kruj tha, lirin nuk u asolla unë, atë e gjeta në mesin tuaj. Po Skënderbe, edhe unë pajtohem me ty, por edhe ju mos u hidhroni në ne, se prej te shqiptarët më nuk patën një pris të fuqishëm si ju. Dhash Zotit të gjindit edhe një Skënderbe i drejt i dashur për popullin shqiptar. Amerika i tha Evropës, unë ty Evropë nuk të një përderisa ti nuk e një numër telefoni ku unë mund të thras alo Evropë ku jeni. Kështu lindi ideja themelimit Organizatës së Bashkimit Evropian, për kundër të gjitha shteteve të fuqishme. Sot është 6 maji 2025 dhe ende shqiptarët nuk ka një numër telefoni ku bota mund të thras alo shqiptar ku jeni, mirë se ju gjejmë dhe mirë se vini. Shqiptarët duhet të formojnë një organizat ndërkombëtare shqiptare që të jenë faktor relevant në gadishullin ilirik dhe në botë. Slavët e shesin gënjeshtrën për të vërtet, e ne nuk jemi në gjendje ta mbrojnë vërtetën prej gënjeshtrës. Ne jemi autokton dhe pik. Unë punoj në bazë të një parimi, kontribo për të mirë aty ku je, luftoj edhe ndërprej të keqen mu aty ku je. Ju sugjeroj dhe juve. Faleminderit. Skënderbe, qysh je? Mirë. Qysh për kalon? A je mirë? Mirë, A je farbore ajo? Po, mirë. Skënderbe, qysh ndjeve që e tha poezien për ty? Bukur shumë, gjonat vërteta. Gjonat vërteta veç. Skënderbe, kurse kom ditë që ka më taku një ditë. Edhe për ditëlindje. Erdita, si për mu, si për ty. Skënderbe, po të që përnisi me kojnë. Skënderbe, urime ditëlindja, Skënderbe, koko. Ja dhe një qënë tjera, Skënderbe, ta grehi veshët. Skënderbe, inshallah i banë edhe një qënë tjera. Se vallahi Skënderbe, të pash në kali që aty shdrype. Dulem pak. A dulem e apo hec, po shdrype kali. Mirë. Ane, Skënderbe, që shpëndihesh sot në mes të Prishtinës, i vesht me këtë veshje taman Gjergj Kastrioti, Skënderbe? Mirë shumë, gjësi e mirë. Kush je Kam qenë edhe vitin e kalum këtu. Unë jam Agim Pepa nga Bërkoci, komuna Gjakovës. Prej komunës Gjakovës? Po, për ndryshi jetoj në Zvicër. Oke, jeton në Zvicër. A e vesh këta dhe në Zvicër që? Po, për festat kombëtare që kemi atje. Në kodë të ansamblit është një ansambl vatra që merret me valle. Kam pas disa paraqitje, po ashtu festa e kostumeve që mbahet në Zyri, që janë kostumet e gjithë Zvicrës, kem pas nderin edhe na me një shoqat tjetër me marr pjesë aty dhe me prezantu kostumet tona. Domethënë kam shtin po kështu i veshur në sfilatën. Po. Skënderbe, ty të thret një atë dhej. Këtu jam unë, në mesin tuaj. Ja, djeri nuk e sjellan, djeri në gjeta këto. Qysh po ndihesh? Ka lindi ideja për mu bot të Skënderbe? Po, shife, të di që të bomat edhe jetën e veprën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, neve kemi punu dhe jemi inspiru që vite me parë me figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Gjalli ime ka jemi Gjergj Kastriot, po ashtu kemi vendosur në Gjergj Kastriot. Në Zvicër ne jemi shumë aktiv, kemi edhe shoqatën Gjergj Kastrioti, që nga viti 2018, dhe çdo vit neve bojmë një organizim që përket me ditëlindjen e Skënderbeut, dhe edhe si vjet me 18 maj kena një ekspozit me piktura dhe skulptura të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Faleminderit që ishe pjesë e jona, trujt zoti, je vërtet një Skënderbe, taman Skënderbe. Kërësia ime. Urime dhe ju e festen. Urime edhe ty, e inshallah e gëzën. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira, i se në veç na, Kosova Info ju informon për çdo gjë.